poshtë rastharët, për gjëtje ngirien, me zemër të pastër dhe flamurin në duar. Ata që shesin derin për përfitime të vogla mbetën në hien e turpit dhe të haresës. Poshtë rastharët që harojnë gjakun e derdhur, që përçajnë vëlesërit dhe dëmtojnë atë. Shqipëria ka nevoj për biqe duan, jo për ata që e përdorin për interesat e tyre. Le të dëgjohet zëri i popullit kudo ndershmëria, drejtësia dhe dashuria për vendin janë themelet që mbajnë kom të fort. Ata që i shkelin t'ko vlera nuk do të jenë kur respekt në zemrat e shqiptarëve. Poshtë rretradhët, lart ata që punojnë me ndershmëri, lart ata që mbrojnë të vërtetën, që ruojnë dinjitetin dhe nderin kombëtar. Sepse një popull që nuk haron vlerat e tij mbetet gjithmonë i fort dhe i bashkuar.